pra qira ditore. Por rezulton se nga Airbnb, që është faqja më e madhe në botë që merret me listimin e pronave Airbnb, rezulton se në Tiranë ka rreth 6.000 apartamente të listuara me qira ditore. Të dhënat e Instatit të censit vitit 2023 tregojnë gjithashtu se në Tiranë ka mbi 50.000 deri në 60.000 apartamente bosh. Pra, llogarisni që ne kemi 6.000 apartamente me qira ditore, zyrtare, dhe kemi më shumë se 90% të tyre i kemi bosh gjatë gjithë vitit. Dhe si ka mundësi që ndiko ka kjo në rritjen e çmimit të qirave? Atëherë logjika do që edhe ky sektor po përdoret pikërisht për pastrimin e parave. Pse e them këtë? Sepse në Tiranë gjithashtu ka një kapacitet më shumë se 2 fishi i statistikave të publikuara nga qeveria të turistëve ditor që vinë në Shqipëri. Pra, kapacitet akomodimi, dua të them, numër shtetësh. Ka rreth, po themi, apartamente me qira, hotele, bujtina, guest house, pra nga forma nga më të ndryshme të pritjes së turistëve kemi më shumë se 40.000 shtetër. Në Tiranë, sipas statistikave të vetë qeverisë, vinë rreth 20.000 turistë në ditë. Pra, llogarisni që kemi gjysmën e shtetërve mbeten bosh në të gjitha këto hapësira. Atëherë çfarë ndodh? Pse u dashka dhe pse që nga shkak që po themi kërkesa e turistëve të ndikojë në